Mirëmbrëma Prishtinë, mirëmbrëma Kosovë, mirëmbrëma mbështetës të Bashkimit të Madh. Është nder, është kënaqësi, është ndjenjë e jashtëzakonshme të mblidhemi sërish edhe një herë për të nisur një rrugtim të madh përcaktues për fatin e Republikës. Për ta thënë qartë, për ta thënë thjesht, për ta thënë zëshëm, për ta thënë krejt në këtë fillim, nuk ka asnjë dyshim se sonte kjo ditë, kjo natë, ky dëbim e kjo forcë e ky bashkim po e nis valën më të madhe politike që ka pa Kosova ndonjëherë. Po vim këtë herë më shumë, këtë herë më të fortë, këtë herë më të bashkuar, këtë herë më të përkushtuar, këtë herë zemrën plot, mendjen e fortë, vullnetin edhe më të gurtë, këtë herë po vim si një, kjo është LDK-ja jonë. Dhe në këtë atmosferë të flakt e shkëlqyeshme që pas keni bërë sonte, qëndroj para jush, jo vetëm si kryetar i formacionit vetëm pavarësisht demokratik në vend, jo vetëm si kandidat i sapo nominuar për kryeministër, po qëndroj sikurse ju, sikurse secili prej jush, si një ndërrimtar i madh i të ardhmës që duam ta kemi. Dhe në këtë ardhme nuk jam ndërrimtar i vetëm, këtë herë jam bashk me një grua të fortë, të drejtë e të pathyeshme, që sot qëndron krah nesh për një qëllim më të madh se sa secili prej nesh. Në këtë rrugtim jam bashk me Vjosa Osmanin. Dhe lejoni ta them me plot bindje se këtë të ardhme, këtë rrugtim do ta kemi. Nëse nuk e kemi, do ta kërkojmë. Nëse nuk e gjejmë, do të bëjmë gjithçka që kjo ardhme t'jetë e mbar për popullin e Kosovës. Dhe kjo ardhme nuk u takon atyre që ndajnë e përçajnë, kjo ardhme nuk u takon atyre që propagandojnë e mashtrojnë, kjo ardhme nuk u takon atyre që jetojnë në krizë e amullim, me mblef, në terrë, në zi. Kjo ardhme është plot dritë për Republikën e Kosovës. Kjo ardhme na takon neve të djellëve, djemve e vajzave të lidhjes demokratike të Kosovës, pasardhësve politik të Ibrahim Rrugovës, rrugtimit historik të Republikës Kosovës. Prandaj, nga kjo sallë po nisim kushtrimin e djathtë Dardan, jemi bërë bashk si asnjëherë më parë, jemi bërë bashk për një thirrje që na vjen si amanet politik, si kujtesë asaj çfarë jemi sot e çka ishim dje, si rikujtesë asaj se çfarë duam të bëjmë me këtë vend. Sepse ka kohë që Kosova pret një frymë si kjo, një frymë bashkimi, një frymë afërsie, një frymë që i bën njerëzit besojnë përsëri se politika mund të shërbej, mund ndërtoj dhe përgjitha mund të bashkoj. Dhe pikërisht këtë frymë po nisim sonte këtu me njerëz që nuk janë lodhur së besuari, me njerëz që nuk janë dorëzuar, me njerëz që duan këtë vend më shumë se sa ndarjet politike. Sonte, pas shumë vitesh largimesh, gënimesh, keqkuptimesh, po japim një mesazh të madh për Republikën. Ky mesazh na thotë se njerëzit e këtij vendi dinë të bashkohen kur Kosova ka nevojë, dinë të kapërcejnë veten e dinë të krijojnë momentume që definojnë kohë. Kjo është koha jonë sot dhe Kosova ka nevojë për kohën tonë sot. Kosova ka nevojë më shumë se kurrë për bashkim politik që ndërpren pagopsinë politike populliste,
Kosova ka nevojë për lidhjen demokratike të Kosovës. Të dashur qytetar, shumë vite më parë rrugët tona politike u ndanë, jo sepse mungonte dashuria për Kosovën, jo sepse mungonte besimi te Grugova, jo sepse mungonte ideali për Republikën, i kishim të gjitha, por u ndam në një kohë të rëndë, në rrethana të vështira, në një klinë të mbushur me mlef gabime e përplasje. Dhe për vite të tëra, politika jon jetoi me atë ndarje, edhe LDK-ja jetoi me atë plak. Edhe shumë qytetarë mbështetës tanë jetuan me atë zhgënjim, por sonte dua t'ju them diçka shumë njerëzore. Në politik mund ndahesh, mund kalosh kohë të gjatë si të ndarë, por kur e do njësoj shtëpinë tënde politike, kur e do më shumë Republikën se gjithçka tjetër, rrugët gjejnë mënyrën të bashkohen prap, sepse ka diçka më të madhe se sa secili prej nesh. Më të madhe se individi, më të madhe se egoja, më të madhe se mlefit të së kaluarës, kësaj të madhe i thojnë Republikë e Kosovës, i thojnë lidhje demokratike e Kosovës. Dhe pikërisht me këto dyja, ne kemi gjetur motivin për të nisur një etapë të ribashkimi, një etapë që krijon shpresë dhe u dal në krah qytetarëve tanë. E dashura vjos, kjo është LDK-ja jonë. Kjo është shtëpia politike që na ka formuar të dyve. Shtëpia politike që na ka mësuar të duam Kosovën para vetës. Shtëpia që edhe në ditët më të vështira nuk e humbi kurrë besimin te Republika. Kjo shtëpi sot na thërret të dyve, është koha t'i japim të gjitha kësaj shtëpie. Yjet politike na kanë sjellë sërish në një vend, në të njëjtin vend dhe të vetmi vend që ndihemi mirë të dy. Le ta krijojmë këtë momentum në një lidhje që qëndron në kohë, si një periudhë tek e cila kthehemi shumë vite më pas, si kujtesë e mbarë dhe e mirë për familjen tonë politike republike. Prandaj sonte le ta kuptojmë se ky nuk është vetëm bashkim politik, vjos, kjo është kthim në shtëpi, prandaj mirë se erdhe në shtëpinë tënde. Ky ribashkim është kthim te një besim që na mban çdo rrugtim, është kthim tek një mision që e kemi gjithë, tek një amanet politik që na ka lënë njerëzit e që ndërtuan këtë republikë me punë, me durim, me sakrificë. Ky amanet na jep edhe përgjegjësi, një përgjegjësi të madhe ndaj njerëzve që kanë pritur gjatë për një moment të mirë, ndaj qytetarëve që nuk e kanë humbur besimin edhe kur politika u ka lodhur shpirtin e rrënuar ëndrat. Ndaj njerëzve që sonte nuk kërkojnë spektakël, por kërkojnë shpresë. Dhe ne gjithë bashkarisht duhet të sillemi me përgjegjësi ndaj kësaj shpresë. Sepse mos të harrojmë se jashtë kësaj sale është një Kosovë që po kalon ditë të rënda. Është një popull i lodhur nga zhurma, nga konfliktet, nga tensioni përhershëm politik. Një popull që ka nevojë të marrë frymë lirshëm përsëri. Është një nën diku që pret djalin t'i kthehet nga mërgimi, një babë që nuk ja del dot muajit. Është një i ri që nuk është më i sigurt nëse duhet ndërtoj jetën këtu. Është një vajzë e re që para vetës i ka ëndrat më të bukura që dikush mund t'i ketë dhe sërish s'mund t'i realizojë dot. Është një familje që do thjesht ngrohtësi, mirëqenie e normalitet. Është një ndërmarrës që ndjehet i pambështetur, pa drejtim, pa shpresë. Është një mjek, një mësues, një ushtar, një punëtor që ka nevojë për politikan që nuk u sillen si pronar të shtetit, por si shërbëtor të qytetarëve të vet. Dhe mbi gjitha, është një Kosovë që është lodhur duke pritur, një Kosovë që do normalitet e qetësi, një Kosovë e etur për një politikë që bashkon e nuk përçon,
një politikë që ndërton e nuk helmon çdo ditë jetën publike. Pra është një popull i tërë që dëshiron të besoj edhe një herë, le t'u krijojmë këtë besim vetëm edhe një herë se kaq ka nevojë populli i Kosovës. Prandaj ky bashkim duhet të jetë më shumë se një ngjarje, duhet të jetë një zotim se do ta kthejmë seriozitetin në politikë, dinjitetin në institucione dhe shpresën tek qytetarët e Republikës Kosovës. Sepse qytetarët e Kosovës nuk kanë më nevojë edhe një betejë politike pafund, nuk kanë më nevojë për njerëz që jetojnë nga kriza, nga tensioni e përçarja. Kosova nuk ka nevojë për politikan që kërkojnë përqindje pa ngopura për vete, por të atill që i japin gjithçka vendit. Kosova ka nevojë për njerëz që kuptojnë peshën e kësaj kohe dhe barrën që ka rënë mbi këtë pres politik. Prandaj kjo që po nisim sot nuk mund të jetë vetëm një fushat, nuk mund të jetë vetëm një garë për pushtet, kjo duhet të jetë një lëvizje e madhe shprese për Republikën e Kosovës. Një lëvizje që i bashkon njerëzit e mirë të vendi në një garem të përbashkët, që i bashkon njerëzit që janë lodhur nga urrëtia, që i bashkon njerëzit që besojnë se Kosova mund të ecë përpara vetëm kur mësojmë të bëhemi bashkë për gjëra të mëdha kombëtare. Dhe unë besoj thellë se populli i Kosovës është gati për këtë moment. Është gati për një frymë tjetër, gati për një politikë tjetër, gati për një publik që ecë përpara me dinjitet, me besim dhe me shpresë. Besoj se bashkë ne të gjithë mund t'ja kthejmë Kosovës ndjenjën e sigurisë, ndjenjën se shteti ka njerëz që mendojnë për të nesërmën e jo vetëm për veten. Besoj se mund t'ja kthejmë qytetarëve edhe qetësinë se vendi i tyre ka megjithatë drejtim. Se institucionet e tyre do të merren me jetën reale të njerëzve, me pagat, me çmimet, me shkollat, me spitalet, me zhvillimet, e jo vetëm me konfliktin e përditshëm politik. Dhe mbi gjitha, besoj se mund t'ja kthejmë Kosovës frymën e humbur të bashkëpunimit, sepse ky vend ka ecur gjithmonë përpara, kur njerëzit kanë ditur të bëhen bashkë për gjëra të mëdha. Besoj po ashtu se nuk jemi vetë, nuk do të na lënë populli i Kosovës vetë në këtë rrugtim të madh. Prandaj, sot dua ta shtroj dorën e ftesër për gjithë qytetarët e Kosovës. Ushtri ftesën për rrugtimin që po nis sot. Jo të na ndiqni neve të dyve, po të ecim bashkë, gjithë bashkarisht. Prandaj na duheni të gjithë, na duhen të rinj që nuk e kanë humbur shpresën, na duhen punëtorët që zgjohen çdo ditë në mëngjes dhe përballojnë jetën e vështirë në Kosovë, na duhen gratë që mbajnë familjet dhe shoqërinë tonë mbi supe, na duhen mjekët, mësuesit, ushtarët, ndërmarrësit, na duhet i gjithë populli i Kosovës, e gjithë Lidhja Demokratike e Kosovës dhe çdo besimtar në këtë rrugtim të madh. Zonja e zotërin, ka momente në politikë që mbesin vetëm lajme ditës, ka momente që zgjasin vetëm një cikël elektoral, po ka dhe momente që mbesin gjatë në kujtesën e një populli, sepse flasim për diçka më të madhe se sa politika vetë. Sonte, kjo natë është një moment i tillë. Sonte po japim një mesazh të qartë për Republikën, mesazh se njerëzit që duan njësoj Kosovën dinë të bëhen bashkë, dinë ta lënë anasht të kaluarën për të ardhmen, dinë ta vendosin Republikën mbi gjithçka tjetër. Dhe pikërisht për këtë arsye, më lejoni që në duartrokitjet më të mëdha të mundshme, me kënaqësinë më të madhe, me respektin më të madh dhe besimin më të madh për Republikën tonë, të ftoj para jush Ftoj para jush kandidatën tonë për presidente dhe presidenten e ardhshme të Republikës Kosovës, Dr. Vjosa Osmani.